Në lidhje me ngjarjen e ndodhur, më datë 9/2/2026, në lagjen Laprak, njësia administrative numër 11 Tiranë, te pallatet malajziane, ku punojnësi i policisë, nën komisar FH, me detyrë ekspert në seksionin e policisë shkencore në DVP Kukës, për motive të dobta, u konfliktua me shtetasin DH, të cilin dyshohet se ka kanosur me armën e shërbimit, informojmë se, menjëherë, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit e ka pezulluar nga detyra punojnësin e policisë nën komisar FH dhe ndaj tij ka nisur hetimi disiplinor. Gjithashtu, në funksion të hetimit, punojnësit të policisë i u bllokua arma e shërbimit tip pistolet TT. Po në lidhje me këtë rast, ka kryer veprime hetimore e procedurale Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, e cila ka referuar materialet procedurale prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme, për veprën penale, kanosja.